Jep sadaka me njet me ta shëru Zoti, me të shëru Zoti për një smundje që e ki. Jep sadaka me njet me ta lehtësu Allahun një proces, një punë që e ki. Jenë prak fesës, prak martesës, të studimit, të biznesit, Jep sadaka me njet me më shëru Zoti nanën e babën, nëse me shkru sevap nanës e babës. Po, për çka t'jepsh? Në qatë njetë që kanë me emrin Allahut Azza wa Jall. Sadakaja është një derë e madhe, e gjanë, është dharat e madhe Zoti që ndepërton tana. Është për nimeteve të madhe të Allah, për ata që Zoti ju ka dhënë. Me sadaka, me shujt, me zbëj hidhërimin e Zotit. Me pajtu me Zotin tanë, që ke hedhëru me gjenahe. Me sadaka me fshi gjenahin tanë. Me sadaka më ngrit të Zoti. Me sadaka më mbrojt për gjehnemit. Me sadaka më të letu e natë e vorët jetën vërreza. Me sadaka më të rujtë Allahu për i kadereve në këtë dënja. Me sadaka më të rujtë Allahu pasurin në këtë dënja. Me sadaka më të rujtë Allahu shëndetin e fëmijën e gruan të mira që ka dhënë Allahu në këtë dënja. Me sadaka më rujtë për të sherreve të njerëzve në këtë dënja. Dhe kështu me radhë. Dhe me të rujtë në fund për zjarmin e gjehnemit në ahiret.